Ministri në detyrë i bujqësisë Faton Peci ka reaguar me tone të ashpra dhe fjalor ofendues ndaj gazetarit Ermal Panduri pas emisionit Debat Plus, ku trajtuan pretendime për afera dhe keqpërdorime në Ministrinë e Bujqësisë. Në një postim publik në rrjetet sociale, Peci ka përdorur gjuhë fyese ndaj Pandurit, duke i quajtur ndër të tjerash qelbësir dhe duke akuzuar për shpifje dhe shantazh ndaj institucioneve hetimore. Pashtu Peci, duke i quajtur Pandurin analfabet, tha se përmes shpifjeve është bërë milioner. Pas një shfaqje teatrale, shpifjesh ordinere dhe shantazhi ndaj mekanizmave hetuesve dhe prokurorëve, në fund qelbësira tha: "Paramendoni Kosova me pas pak. Po vallë pretendoni ku do të përfundonin alfabetikët si ti, që përmes shpifjeve dhe shantazheve të këtij lloji janë bërë milioner", ka shkruar Peci në postimin e tij. I menjëhershëm ka qenë reagimi i Pandurit në rrjetin social Facebook, duke ju drejtuar Pecit, tha se nuk është bërë milioner, ndërsa hodhi akuza ndaj Pecit se ka kthyer politikën në biznes personal. "Unë nuk jam bërë milioner, zoti ministër, por nëse për ju pasuria matet me integritet, atëherë po, jam më i pasur se shumë prej jush që e keni kthyer politikën në biznes personal", shkroi Panduri.